Shqipëria do të intensifikojë marrëdhëniet reciproke dypalëshe në planin ekonomik dhe politik me Serbinë, dhe shumë shpejt një delegacion i kryesuar nga kryeministri Edi Rama do të vizitojë Beogradin. Kjo është bërë ditur nga ministri i jashtëm Ditmir Bushati gjatë një aktiviteti të mbajtur në qytetin e Durrësit. I pyetur nga një prej politikanëve të rinj serb gjatë një seminari për demokracinë, Bushati nuk nguroi të përgjigjet rreth marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Serbisë në të ardhmen, dy vende të cilat aspirojnë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ministri Bushati u shpreh se kryeministri i qeverisë shqiptare për herë të parë pas 20 vitesh do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Serbi dhe do të takohet me homologun e tij serb ku janë parashikuar në nënshkrim disa marrëveshjeve ekonomike. Ministri i jashtëm Bushati theksoi se fushat e bashkëpunimit do të jenë në sektorin e transportit, turizmit dhe bujqësisë. Kjo deklaratë nga ministri Bushati erdhi gjatë seminarit 2 ditor Akademia Rajonale për Demokraci, që nisi në Durrës, duke mbledhur udhëheqës politik dhe civil të 7 vendeve të Ballkanit. Programi financohet nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Ndërkombëtar i Vishegradit.